Në mbledhjen e Këshillit të Mandateve, po shqyrtohet kërkesa për arrestimin e Belinda Ballukut. Prokurorët e strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, SPAK, kanë deklaruar se ndaj saj janë konstatuar fakte të tjera penale dhe gjendja e saj procedurale është rënduar, duke përfshirë rrezikun për të prishur prova ose për të kryer krime të tjera. SPAK ka bërë me dije se më 20 nëntor 2025, Balluku ka tentuar të ndikojë në dëshmitar, duke u kërkuar atyre të ndryshojnë dëshminë. Personat e përfshirë në krim kanë kërcënuar dëshmitarët në emër të Ballukut dhe kjo është dokumentuar në transkripte të bisedave që gjenden në 16.000 faqet e dorëzuara nga prokuroria në Kuvend. Prokuroria pohoi gjithashtu se as Balluku, as avokatët e saj nuk kanë ngritur pretendime për ndikim politik apo për ndjekje politike, duke konfirmuar se hetimi nuk ka sfond politik. Avokatët e Ballukut kanë deklaruar se nuk kanë asnjë pretendim të këtij lloji, duke vërtetuar kështu që procesi është zhvilluar në kuadër të ligjit dhe pa motive politike.